ka mbesa? Në klasën e parë. Klasën e parë. Është prapë e vogël, normalisht që duhet edhe të shikosh se çfarë recete mund të bësh. Po, edhe jo vetëm aq, po është në kujdesën e mamit vetë, edhe kështu që edhe unë nuk i lë që ti Po ndërkohë, çfarë ka atë ushqimin tënd të preferuar, për shembull, që mund t'ia gatuash ti dhe që ajo e ka shumë qef? Shiko, atë gjitha gjërat e mia i kanë qef, sepse unë gatimin e kam filluar që në gjimnas kam qenë e vogël. Jo vogël shumë, por domethënë ishte në pushimet verore dhe shtëpia s'kishte gjë për të ngrënë. Pash aty bëra imam ballajdin, në atë tavën me korrent, te famshmja, zënja Lefter të kujtohet. Dhe doli ajo kaq e mirë, dhe kur erdhën ata të shtëpisë, i ka bërë shpresa, thanë. Po sa të mira i ka bërë, pastaj nga dal, fillova gatua. More, din që ka dorë të mirë shpresa, thashtë ime më. Jo, thashtë motra time xheloze, shiko se kjo është shumë përbërës dhe ato delin të mira. Dhe kështu domethënë e kam filluar shumë herët. Tashi tregojmë çik mendje madhe që e kam pak dorën e mirë. E kam tashi thuhet me dashuri bëhet ajo, por me dashuri, me buzëqeshje dhe me zemër të mirë. Unë mendoj personalisht që nuk ka gjyshe që të gatuoj keq. Nuk ka gjyshe që të gatuoj keq. Edhe mendoj që recetat e gjysheve siç e kanë diçka që përvojën. Ka fituar përvojës. Për te përvojës, mendoj është një dozë dashurie ekstra që gjyshet e japin në ushqim. Mbaroj shpresa. Ja, edhe një fjalë të shkurtër. Për shembull, në kohën e më përpara të gjysheve ishte tave kosit, që është e Elbasanit. 3 ingredient kishte aty. Mish qëngji, kos, ç'a bëj tjetër? Vezë gjalp. Ama dilte në mënyrë të shkëlqyer, aq e shishme. Po unë kam zbuluar që ne jemi një vend mesdhetar. Kemi diell shumë. Edhe malor gjithashtu. Edhe këto kullotat e gjëra, domethënë që konsumojnë atë jeshillëqet. Edhe jep një shije, domethënë se ku një çik mish, çik qëngjin, çik mish, domethënë i jep atë shijen e përsosur. Absolutisht. Koncepti im, nuk e di. Jo, ashtu është. Ja, zonja Lefteri do të vendosi. Unë bi jam nga një vend shumë i bukur, që quhet Vithkuq, një fshat 25 kilometra larg Korçës. Po ka pamje shumë të bukur, kullota shumë të bukura, shumë të mira. Edhe bulmeti, edhe bari, të gjitha, domethënë, i japin aq shumë shije, nga që kullotat janë shumë të mira. Por, domethënë, dhe e mbështes shpresën në këtë drejtim. Kohë tani ka ndryshuar në fakt edhe këto që mund të shkojmë të bëjmë pazare, jo gjithmonë jemi të sigurta se çfarë blejmë. Por unë të paktën këto më të përgjithshme thash i bëj ande pazaret e mëdha. Nga Korça. Pra, nuk je e sigur se çfarë mund të blesh, sepse kjo është edhe pikpyetja që gjërat thuhet të paktën nga le të themi mosha ime është moshë e re dhe unë nuk mund të bëj krahasime, por le të themi moshat e mesme që i kanë kaluar të 40-at thonë që atëherë na shijonte më shumë ushqimi, kurse tani ka më shumë produkte, po për shembull nuk është se jemi shumë të përfshirë që të na shijojë ai shumë. Pse ndodh kjo gjë? Pra, produkti ka rënë tani? Por ama, jo, puna është e këtyre i leve që bëhen që në rritje, që në plerat, llojet e plerave, llojet e të them unë do t'i quaj llojet e krimeve që bëjnë për njerëzit. Se nuk është puna se i hodhe diçka mandarinës edhe fitove 5 milion më shumë dhe u bëre miliarder. Por i bën aq shumë keq popullit tënd, fëmijëve, njerëzve që e marrin atë frut për shembull ose atë perim edhe për shëndet. Megjithatë, unë doja të thoya këtë që gjyshet e kanë durimin, përvojën, por edhe dashurinë maksimale. Unë kur gatuaj gjithmonë kam parasysh për shembull që kush e ka më shumë për zemër këtë lloj gatimi, kush e pëlqen më shumë këtë. Edhe gjatë gjithë kohës të gjithë e shijojnë, kuptohet, por gjatë gjithë kohës për shembull nuk e di pse në mendjen time fiksohet fytyra e atij personi të familjes që e do më shumë këtë gjë. Dhe këtu qëndron edhe ajo që thatë edhe ju që gatuajnë me dashuri.
Prandaj dhe nënat nuk mërziten asnjëherë. Punojnë, mund të rrinë dhe me orë të tëra atje në kuzhinë, kënaqen edhe kur ja u vënë përpara, edhe unë kam zakon që i shikoj dhe në sy kur futin lugën e parë, ose kur e hanë fetën e parë të byrekut, i shikoj në sy. E do atë komplimentin, e pret atë që të thonë direkt. Të pëlqeu. I shoq ka një zakon që e bën kokën kështu, e mora Ajo është aprovimi. E mora veshën që e pëlqen. Megjithatë, nënat thash kanë gjyshet, e kanë kënaqësi, e kanë kënaqësi. Ndryshon, se kjo është pyetje që unë gjithmonë e bëj. A ndryshon stili gatimit edhe dashuria kur bëhesh gjyshe? Dashuria me cilën gatuan, pra e ke parë veten pikërisht. E ke parë veten që je bërë më e mirë pasi je bërë gjyshe në gatim? Po. Kur isha në punë, Pyetje shumë e bukur. Kur isha në punë i bëja gatimet se duhet ushqeja fëmijët, familjen. Edhe i bëja gatimet shpejt e shpejt, nga ndonjëherë edhe nuk kisha dhe kohë t'i kushtoja tamam atë, si thuaç, zbukurimit ose rëndësinë e duhur edhe në këto. Por me kalimin e kohës kur janë gjyshe, kur aq më tepër edhe kur punët tona të mëdha, si thuash, paksohen pak, sepse del në pension, kohën e ke pak më... është e vërtet ajo që i kushton më shumë rëndësi. Kështu që ti jesh gjyshe është një bekim, një fjalë e mençur thjesht për të lindur, lindit të gjithë, por lung kush e ka fatin të pleqerohet e të bëhet gjyshe që ta shijoj këtë kohë. Shumë e bukur. Kështu që është vërtet. Ne dua shumë të zonjë, dhe era parë që takohem,